Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Tashmë do të vim me një histori shumë të dhimbshme, historinë e Mirandës. Miranda, pas vdekjes së burrit të saj, nuk e ka pritur që do ballafaqohet me këtë tragjedi. Do të thënë është një histori tronditse, një histori që edhe unë kur e kam lexuar jam shokuar, më ka lënë pa fjalë. Në një qytet të vogël të Shqipërisë, Korça, Miranda jetonte me ndjenjën të thellë të humbjes. Ajo kishte kaluar shumë vite me burrin e saj, Ilirin, një njeri që kishte jetuar dhe punuar me pasion për fëmijët e tij. Pas vdekjes së tij, Miranda kishte mbetur e shkatruar. Jeta e saj ishte ndryshuar përfundimisht dhe dhimbja e humbjes e kishte mbytur në çdo hap atë. Ajo ndjente një boshllëk të thellë, një boshllëk që asnjëherë nuk do të mund ta mbushte as dashuria e fëmijëve e as kujtimet e bukura të viteve të kaluara. Pas vdekjes së Ilirit, Miranda filloi të bëhet më e vetmuar. Shtëpia që dikur kishte qenë e mbushur me buzëqeshje, me tingujt e gëzueshëm të një jete të qetë, tani ishte një vend i ftohtë dhe i heshtur. Një ditë, ndërsa po kontrollonte disa dokumente në kasafortën që burri i saj e kishte mbajtur të mbyllur me çelësin e vet, Miranda gjeti diçka që nuk kishte dashur ta gjej kurrë. Ishte një letër. Një letër që Iliri e kishte lënë për të, edhe që ajo kurrë nuk e kishte parë para vdekjes së tij. Kjo letër ishte fshehur në një vend që vetëm ai e dinte. Dhe Miranda e kishte hapur atë me duar të dridhura pa ditur çfarë të priste. Në atë letër, Iliri kishte shkruar me një dorë të dridhur dhe të smur. Një shkrim që e goditi Mirandën, si një grusht në gjoks. Ai tregonte se ishte diagnostikuar me një sëmundje të pashërueshme dhe se nuk do të kishte shumë kohë për të jetuar. Iliri i shpjegonte se kishte marrë këtë vendim të dhimbshëm të fshihte diagnozën e tij nga të gjithë, duke mos i treguar as Mirandës, sepse nuk donte që kjo të prishte lumturinë që ata kishin krijuar bashkë. Ai shpjegonte se kishte dashur që të jetonin sa më natyrshëm, që ata të ishin të lumtur deri në fund të ditëve të tij, pa ditur ajo se sa shpejt do të vinte fundi i tij. Miranda, ndërsa lexonte ato fjalë, ndjeu një ngrirje në trupin e saj. Por ajo nuk ishte mbaruar ende. Duket se Iliri në atë letër të fundit kishte vendosur të zbulonte gjithçka. Pjesa tjetër e letrës ishte një rrëfim që Miranda nuk mund ta besonte dot. Ishte një histori e tmerrshme, një ngjarje që ajo kurrë nuk do ta kishte imagjinuar. Iliri kishte shkrirë një dhimbje të thellë duke rrëfyer se kishte tradhtuar Mirandën dhe ai e kishte bërë këtë me një person që ajo as që do ta kishte dyshuar, me vajzën e hallës së saj. Miranda lexoi dhe rilexoi atë pjesë të letrës, ku fjalët shtrëngonin zemrën e saj. Dhe ajo u ndje sikur e gjithë bota po shpërthehej sipër saj. Si ishte e mundur që Iliri, burri i saj i dashur, njeriu që kishte pasur si një mbështetje të padiskutueshme, kishte mundur të bëjë një gjë të tillë? Si kishte mundur ta tradhtonte atë me dikë që ajo e kishte besuar, dikë që ishte pjesë e familjes së saj? Kur Miranda mbylli letrën dhe e hodhi në tavolinë, ajo ule shtrirë në një koltuk, ku ajo ndjeu si të ishte një makt që nuk mund të ikte, një realitet që ishte më i tmerrshëm se çdo gjë tjetër që kishte përjetuar. Po ajo e dinte që Iliri ishte i smur dhe mund të kishte justifikuar ndoshta fshehjen e diagnozës së tij, por tradhtia ishte diçka që nuk mund të justifikohej në asnjë mënyrë. Ishte një akt që thyente çdo besim, çdo gjë që ata kishin ndërtuar së bashku.
Miranda nuk mund më të ndihmoj. Zemra e saj ishte e coptuar dhe ajo nuk mund të besonte se jeta që kishte ndërtuar ishte një iluzion. Ajo e dinte se dashuria ishte e bukur, por ajo nuk mund të qëndronte vetëm mbi fjalët. Dashuria duhet të mbështetej mbi besimin dhe tani ajo nuk kishte asgjë tjetër përveç një boshllëku të thellë në shpirtin e saj. Pas disa ditësh trishtimi, ajo mori një vendim të fortë. Miranda e kuptoi se ajo nuk mund të lejonte që kjo histori t'i hidhte hijen e saj mbi jetën e fëmijëve të saj. Ajo do vazhdonte të jetonte dhe do të përpiqej të mbante kokën lart, megjithse e thyer. Në një moment të qetë, Miranda e ndau historinë e tradhtisë me disa gra të afërta, për të ndarë dhimbjen dhe për të dhënë një mesazh të fuqishëm, që mos besoni verbërisht në dashuri. Ajo mund të jetë më e bukur se çdo gjë tjetër, por gjithmonë duhet të kujtoni se besimi është çelësi i saj. Pa besim, dashuria është vetëm një maskë që mund të fshitë vërtetën. Ajo arriti të kuptonte se ndoshta kjo tradhti e dhimbshme ishte një mësim që asaj do t'i shërbente për të jetuar më fort dhe më mençur, për të mbrojtur nga çdo gjë tjetër që vetëm mund t'i vinte në jetën e saj. Në fund, ajo arriti të gjejë një lloj paqeje. Tradhtia kishte ndodhur dhe Iliri nuk mund ta ndreqte më këtë, por Miranda kishte mësuar një gjë. Dashuria mund të jetë e bukur, por nuk mund të jetë gjithmonë e pamundshme për t'u thyer. Ajo do të vazhdonte përpara me një mësim të rëndësishëm. Dashuria, për të qenë e vërtet, duhet të mbështetet mbi besimin, respektin dhe sinqeritetin. Ndryshe ajo është një pasqyrë e thyer që mund të ndihmojë vetëm për të mësuar, por asnjëherë për të shpëtuar. E pra të dashur miq, kjo është historia e Mirandës, do të them një tragjedi në një familje. Do me thënë, Iliri e ka tradhtuar gjatë gjithë jetës, Miranda nuk ka arritur do të ta kupton, dhe në vdekjen e tij ai ka dashur të jetë i sinqert me të, duke ja lënë një mesazh në letër. Kjo është edhe më vrastare, të paktën më mirë mos ja kishte thënë fare, po ai ja pati thënë dhe e ka tradhtuar me gocën e hallës së saj. Kjo dhe më shumë e vrau Mirandën. Qëllimi i kësaj historie dhe ngjarja që unë dua të tregoj është që një martesë e lumtur, një martesë e bukur është në momentin kur ti besohesh asaj dashurie dhe jep lumturi. Por siç duket mes Ilirit edhe Mirandës nuk ka ndodhur kjo gjë. Tradhtia ka qenë e pranishme te ato dhe nuk ka patur respekt ndaj njëri tjetrit. Do me thënë, kanë jetuar të dy bashkë, por në fund nuk kanë patur respekt për njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndë. Iliri është penduar për këtë gjën, por ai ka qenë më në fund të jetës së tij, dhe kështu që Miranda sot vazhdon e lumtur me fëmijët e saj, por me kokë lartësi sepse deri në fund e respektoi Ilirin.